Teatri Andon Zako Çajupi në Korçë mirëpriti koncertin recital të mezzosopranos rumune Claudia Codreanu dhe pianistit Piro Gashi, një mbrëmje e përbashkët me nxënësit e shkollës artistike Tefta Tashko Koço. Programi i përzgjedhur me kujdes përcolli emocione të forta dhe një interpretim të një niveli të lartë artistik. Unë ndjeva shumë mirë, publiku ishte i ngrohtë dhe ndjej qartë se ishim pranesh me duartrokitjet e tyre, dhe më duket se u pëlqeu repertori. Ishte një javë shumë e bukur dhe nxënësit u përgjigjen shumë mirë në të gjitha aspektet teknike dhe muzikore, duke zbatuar me rigorozitet të gjitha kërkesat. Gjithashtu, pati një bashkëpunim shumë të mirë me profesoreshën e kantos, e cila ishte vazhdimisht pranë nesh. Ndjehem gjithmonë shumë mirë dhe për mua nuk është asnjë lloj surprize e ngrohtësie e publikut korçar, sepse gjithmonë kam gjetur të njëjtën ngrohtësi dhe të njëjta duartrokitje, kështu që sa herë që vi, gjithmonë me të njëjtin emocion dhe me të njëjtën kënaqësi. Nxënësit e shkollës e cilësuan këtë përvojë si frymëzuese dhe të vlefshme për formimin e tyre artistik. Mësojmë gjëra të reja që do na vlejnë vërtet për karrierën tonë dhe eksperienca ishte diçka vërtet e këndshme. Profesorja ishte nga Romania, ishte një mezzosoprano shumë e mirë dhe më pëlqevi puna se si e bëri masterclassin dhe çfarë mësimesh na dha. Ky koncert ishte shumë i bukur, na dha vlera shumë të mëdha për të vazhduar në karrierën tonë. Mbrëmja u mbyll mes duartrokitjeve të gjata, duke sjellë në skenën e teatrit një tjetër aktivitet cilësor në jetën kulturore të qytetit.